Të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë bisedë time me ju në rrjetet sociale. Së pari, ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj me mirënjohje të pakufishme për mbështetjen, për qëndrimin tuaj të pamposhtur ndaj këtij regjimi. Dhe kam kënaqësinë të konfirmoj se është pikërisht ky qëndrim janë kryengritjet tona paqësore, ato të cilat e kanë bërë Edi Ramën delen e zezë të mediave ndërkombëtare. Sot, si për asnjë lider tjetër të Europës, mediat e mëdha botërore kanë shpërthyer ndaj tij me epitete nga më të rënda, duke vlerësuar atë një gangren që duhet të hiqet për vendin e tij, duke e akuzuar direkt se mbrojtja që i bën Lubi Ballukut lidhet vetëm me implikimin e tij në aferat korruptive, duke e damkosur përsëri si arkitektin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Pra, çdo ditë, fal kryengritjes paqësore tuaj, mos pajtimit tuaj me vendimet e tij, Edi Rama damkoset sa asnjë lider tjetër në Europë. Kjo është një arritje serioze, rëndësishme për forcat demokratike, për opozitën. Kjo është një arritje e cila dëshmon se Edi Rama politikisht është i plagosur për vdekje dhe se kryengritja paqësore e opozitës me jehonën e saj të jashtëzakonshme ndërkombëtare ka luajtur rol shumë të rëndësishëm si në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve, në hedhjen poshtë të tezës raciste se shqiptarët janë të mbrojtur me korrupsion dhe nuk reagojnë, ashtu dhe me besimin dhe shpresën tek shqiptarët dhe partnerët tanë se Shqipëria ka një opozitë fuqishme, që përballet dhëm për dhëm me narkodiktaturën, me regjimin autoritar të Edi Ramës. Përballet dhëm për dhëm me propagandën zyrtare të mediave të kontrolluara nga Rama, të cilat si armike të egra të opozitës shpifin trillojnë, marrin nga zyrat e Ramës shpifje trillime, dizinformime dhe servirin sikur opozita është problemi, sikur pallati i kuq u doq për shkak të opozitës, apo njëri nga krerët e grupit strukturuar kriminal të Akshit, një hajdut e pamshirë e shqiptarëve, është një zonjë pa përlyer dhe e përvojtur. Pra, përballë të gjitha këtyre faktorëve, rol përcaktues vendimtar
ka opozita, kryengritja saj, alternativa saj, programi saj. Dje ne paraqitëm para shqiptarëve alternativën tonë për rendin dhe sigurinë, ku shqiptarët rezultojnë njerëzit më të pasigurt pas haitianëve, ku specialistë të shquar fakturën me shifra dhe faktet pa kundërshtueshme, pasigurinë e plot që mbjell narkoshteti për jetën, vërmëtarinë, të dhënat, punën e qytetarëve të vendit. Toleranca zero ndaj krimit organizuar dhe prerja me gërshërë të çelikta, të lidhjeve të krimit me politikën, ndëshkimet ligjore me të rrepta, veting i plot shlirimi policisë nga bandat dhe krimi dhe gjithë administratës, do rikthejnë Shqipërinë dhe njëherë, si dhe konfiskimi të gjitha pasurive, pronave, llogarive të krimit, do bëjnë të mundur që Shqipëria të rivendosë shtetin ligjor, sigurinë e qytetarëve. Faleminderit. I hapur për çdo pyetje që dëshironi. Muharrem Kurti. Përshëndetje doktor Berisha. Çfarë po bën ky Klodian Braho me Lubin, se ajo po vjen vërdall nëpër Shqipëri, ndërsa ky sikur është fshehur? Siç po e shifni gjerë tani, nuk ka asnjë vendim konkret pas deklaratës së Edi Ramës se çështja Balluku u mbyll. Ajo që ndodh është Balluku si kryeministër në hije, Balluku vendimar si kryesor në partinë e krimit, Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensitë që drejtonte më parë për të vazhduar drejtimin e tyre dhe për ndryshuar dokumenta. Lubia është bërë të merr për deputet dhe drejtues të Partisë Socialiste. Nuk guxojnë t'ja përmendin emrin. Ajo ka rivendosur, rikthyer Oltjon Bistrin si koordinator kryesor të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thotë, ka rivendosur rrjetin e regjistrimit të kundërshtarëve që ju duhet asaj dhe Edi Ramës vendas dhe të huaj. Pra, de facto, nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Ramës, mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosje Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosur në emra të ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asnjë veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqjen e imunitetit se çështja Balluku u mbyll. Por nuk u mbyll për ne, Muharrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kryengritjet tona paqësore gjerë në largimin e Edi Ramës. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Kristi Meshini, përshëndetje doktor, herën e fundit në protestën e 8 majit,
Rrugës për te Ministria e Brendshme, kam ngrënë një plumë gome në këmbë që më mbeti shenjë për 2 ditë, 3 presione ujë për balë në trup dhe në fund u larguam të gjithë të qetë. Sa kohë do të kemi këto skenare, sepse kryetarët e degëve në përrethe qytete janë zgjedhur e rizgjedhur, ama në situatat të tilla qëndrojnë nga fundi i protestës bashkë me disa deputet. Sa kohë do të vazhdojmë luftën me topat e ujit dhe gazit plotësjellës, pa patur asnjë zhvillim, po veç braktisje dhe distancim nga demokratët, jo më populli që nuk ndjek. A ka ndonjë skenar ku një pjesë e juaja të bëj grevurie në parlament dhe pjesa tjetër të bëj protesta njëkohësisht? Mua personalisht, Rama më ka replikuar në një podcast live, ku më fton të jem pjesë e partisë së tij, por më thoni ju, pse s'duhet të ndjek atë parti, të kap dhe unë ndonjë post e rrogë për të përballë me ujin dhe gazin lotësjellës pa asnjë rezultat. Çfarë ju siguroni ju demokratëve e qytetarëve që përballen në çdo protestë në vijën e parë me këto veprime? Të fanoroj për mesazhin. Por do të shtoja para se të përgjigjem një kërkesë ndaj teje. Imagjino pak në rast se nuk do ishin këto kryengritje paqësore, si do ngjante Shqipëria. Si do të dukej shqiptarëve dhe botës ky vend i poshtruar dhe nënshtruar nga një band hajdutësh. Unë të fanoroj shumë ty për pjesëmarrjen në protestë, por të ftoj të qëndrojmë të pamposhtur. Është e vërtetë që ke ngrënë plumë gome, të tjerë kanë në këmbë, të tjerë kanë marrë në kokë. Është e vërtetë ke marrë topa ujë apo të gjithë gazet të gjitha tjera, por të gjitha ato i ke marrë duke mbrojtur një çështje drejt të vendit tënd. Çfarë opozite? A do mund të quheshim opozite në qoftë se do heshtim para këtyre zhvillimeve katastrofale për vendin? A nuk është opozita një mision për të përballë dhëm për dhëm? A nuk paten 8 kryengritjet tona paqësore jehonën më të madhe planetare? Ndaj dhe unë mendoj se duhet të shqohim në këtë kahje. Nuk arritëm qëllimin. E kam theksoj, protesta kryengritja paqësore nuk është e menjëhershme efektin. Por kemi arritur shumë, t'jesh i sigurti. Kemi mbrojtur nderi dhe dinjitetin e shoqërisë shqiptare para mbar botës që nuk pajtohet me vjedhjet nga qeveritarë, nuk pajtohet me narkoshtetin. Janë pra, kjo është një betejë në vazhdim. Kemi arritur të damkoset ky regjim si autokraci elektorale. Kemi arritur me qendresën tonë që në raport në fundit Parlamentit Evropian të shkruhet e zezë mbi të bardhë se në zgjedhjet në Shqipëri u shua linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake. Pra, unë nuk mendoj se duhet të shohim gjërat bardhëzi. Edhe nuk duhet të refuzojmë propagandën zjarr fikse të qeverisë. Mund të organizohet më mirë protesta, por protestat kanë patur efekt të jashtëzakonshëm. Protestat bën që Edi Rama tjetë në rreth të kuq, të udhtoj plagosur, t'jesh i sigurti, të garantoj, se në qoftë se nuk do protestoj e ti me shokët e tu, teza se shqiptarët janë të mbrojtur me korrupsionin dhe ndaj Rama e mbron ballukun se qytetarëve nuk u bën përshtypje,
tezë ndër më poshtrueset për një kombë, do bëhej mbizotruese. Në qoftë se nuk do ishin kryerritet tona paqësore, akshi do lihej në harres, por ne vazhdojmë, pavarësisht se ai largoi Lubin, pavarësisht se ai vendosi akshin përsëri në kontroll të plot familjes tij. Unë besoj se për çdo opozitar në kushte diktaturës, çdo opozitar në kushte narkodiktature dhe diktature duhet të falenderoj Zotin që mund të qëndrojë të rezistojë asaj. Natyrisht, ka dhe një rrugë heshtja, po heshtja është mbështetja më e madhe që mund të jepet diktaturës. Ata që heshtin, ata pavarësisht se duan apo se duan regjimin, po ata ndihmojnë regjimin dhe ky regjim nuk meriton të qëndrojë 24 orë. Faleminderit. Doktor, përshëndetje. Rezoluta PDPS për integrimin gjan si një frymarrje që i jepet Ramës. Mund të na sqaroni diçka më shumë? Faleminderit. Po, faleminderit. Rezoluta PDPS shpreh atë që ne si Parti Demokratike kemi deklaruar gjithnjë, siç e dini ju, që ne mbështesim procesin e integrimit, ndonse theksoj se përveç kriterit gjeopolitik, Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter. Dhe ju lutem, rikujtojeni këtë qëndrim tonin, këtë tezë kryesore tonin. Pse është kjo, ta zbërthej pak. Pas luftës në Ukrainë dhe disa ndryshimesh tjera, në Bruksel u krijua opinioni se Ballkani Perëndimor duhet të integrohet pa vonesë, të themi. Dhe u krijua përshtypja se po sakrifikohet platforma e integrimit bazuar në merit për shkak të predominimit të prevalencës të faktorit gjeopolitik. Ne, duke thënë të vërtetën, themi jemi dakord për integrimin, por përveç faktorit gjeopolitik, Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter. Në qoftë se lexon i dashur mik rezoluta dhe unë njerëzisht ju kërkoj ta lexoni, nga rreshti i parë tek rreshti i fundit nuk gjeni absolutisht asnjë vlerësim për punën e parlamentit apo të qeverisë. Zero. Nga rreshti i parë tek rreshti i fundit rënditen kërkesa, detyra për parlamentin dhe qeverinë. Pra, në qoftë se ne insistojmë që për të ecur drejt integrimit duhet të ketë një performancë, duhet të jetë një proces i bazuar në merit dhe në performancë, unë besoj se kështu ne mbrojmë interesat e qytetarëve. Nga ana tjetër, nuk guxuan kundërshtarët tanë të mbrojnë qoftë dhe një arritje të vetme të tyre. Lexojeni, por unë do t'u them ju, në qoftë se nesër do pyeteshin se pas 5 muaj Shqipëria do integrohet në Bashkimin Evropian kështu siç është, ne nuk votojmë kundër integrimit në Bashkimin, sepse kjo nuk është çështje e luftës ndërpartjake, kjo është çështje e shoqërisë shqiptare, kombit shqiptar, duke insistuar se integrimi duhet të jetë një proces i bazuar në merit dhe mundësisht
lexoni dhe paragrafin e fundit të rezolucës, e cila përfundon se ky proces duhet jetë i bazuar në merit. Kjo është e vërteta e saj. Edhe Xhezmi Dika paka shumë të njëjtën pyetje bëri, ndërkohë Fatmir Selmanaj në vijim të kësaj përgjigje thot e kam të qartë se rezoluta është në favor të shqiptarëve, pasi Partia Demokratike është partia e integrimit dhe antarësimit për Europë, që në fillimet e saj, por ju pyes, po kur ishte në opozit Rama, pse nuk na i votoi 3 ligjet? Sepse Rama është një armik i egër i shqiptarëve, i dashur mik. Sepse Edi Rama është kryeministri më anti-shqiptar, është i quajtur nga analist botror të famshëm gjerman, politolog dhe analist, si Pashiqi, si kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit. Dhe e ka marrë këtë vlerësim për shërbimet jashtëzakonshme që i ka bërë Serbisë këto 13 vite dhe kundër shqiptarëve. Dhe askush nuk duhet të pres, ju lutem, që ne të bëjmë kopjen e tij në asnjë mënyrë. Ai është një person, por ne ama kemi luftuar me kurajo të madhe, kemi luftuar në kushtet më të vështira. Edi Rama është një armik, jo vetëm i kombit, po është një armik i demokracisë shqiptare. Shikoni që bën. Dekoron babain e tij xhelat në një sfidë të hapur ndaj mira shqiptarëve që ranë për të bërë të pavdekshëm genocidin komunist. Në Durrës i vën emrin një rrugët të xhelatit Tjatit. Këtu në Tiranë dekoron Tjatin. Në vend se të denoj me forcën më të madhe dhe të kërkojë ndjes familjes Nela për firmën që ka vendosur Jati i tij, për varjen litar të një poeti talentuar dhe abdetar të pavdekshëm në veprat e tij. Me Edi Ramën nuk e ndjekim kur, ju e shifni, nga viti 2007 në vitin 2014, numri shqiptarëve në Shqipëri është rritur nga vitin vit. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, 47% e shqiptarëve janë larguar nga Shqipëria. Janë larguar 2 ose 3 herë më shumë se nga Kosova, në zbatim të platformës Çubrulloviçit. Kjo është arsyeja, ju keni të drejtë, ato që ai ka bërë janë të vërtetë, ato janë antishqiptare, kurse ne jo. Ne e mbështesim. Por ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë që ky të jetë një proces në lobim, një proces në merit dhe jo në lobim korruptiv siç e bën ai. Duke paguar këte ose atë dhe duke bërë të kundërtën e asaj që kërkohet në standardet dhe kriteret e antarësimit. Greta Beqiri, zoti Berisha, kur shohim që në disa emisione televizive poftohen figura si Mirlinda Karçanaj dhe Belinda Balluku, të cilat përdorin hapësirën publike për të mohuar akuzat pa u përballur me pasoja konkrete, a mendoni se kemi të bëjmë me një normalizim të justifikimit publik të skandaleve? Apo kthehen këto dalje mediatike në një lavatriçe imazhi për zyrtarët e akuzuar? Dhe sa e dëmton kjo, sipas jush, transparencën dhe llogaridhënien reale ndaj qytetarëve? Faleminderit Greta. Spari kjo është një dëshmi e tmerrshme e kriminalizimit të mediave të kontrolluara nga qeveria. Të bësh retushin tualetin e Lubi Ballukut, e Edi Ramës, e Karçanajt drejtoresh
e tendrëve ku njerëzit mirëshin peng, do të thotë ti jesh më kriminal se ata. Do të thotë ajo që e kam përsëritur, zonjë, se mafja e fjalës lirë është mafja më e rrezikshme e kësaj toke, sepse e para është fjala. Sigurisht vim tek mendimi juaj, është plotësisht i vërtetë. Me këto emisione duhen me çdo kusht të përligjin krimin, të përligjin vjedhjen. Edi Rama nga një anë lufton të bëjë ligje të çojnë parlament për mbrojtur, në studiot televizive. Shpall, pa fajësira bën tualete, kriminalëve apo kriminalëve të damkosur, duke dëshmuar një tentativë për të kriminalizuar gjithë shoqërinë. Dhe kjo është absolutisht dëshmi edhe njëherë e kapjes së të mërshme të mediave nga qeveria e shtrimit tyre në mafje. Mos harroni se kur qendrështar dhe opozitar protestonin kundër vjedhjeve të Ballukut dhe bandit me uniform i gjurin ata me gaze helmuese të skaduara, i njëjti televizion që mbahet me paratë vjedhura të taksave, shpreh se helmet e skaduara janë përdorur që t'i dëmtojnë më pak protestuesit. Kurse në rast në fundit përpiqet na paraqiste të përdlyer e të pa përlyer një hajdute të pamshirë, që ka fshehur 10 milion pasurive dhe të dokumentuara, sajonin truke të turpshme, sikur gjoja ajo që ka viktim me një videoje, po kush po çan kokën për videot e saj njëra rreth para më topo. Qytetarët kanë hallet e vjedhjeve të saj, po çka bërë ajo sa kush kokën për të. Dhe që asnjë video s'është shfaqur. Po duhet ta largonim mendjen, shikoni thonë dhe kjo zonja e pa përlyer. Edhe kësaj bën video. Shiko deri ku shkon kriminaliteti në studio televizive, manipulimi, ndaj dhe qëndrimi i Partisë Demokratike i hapur i prerë. Vetëm se u mashtrojnë ju të dashur qytetarë, vetëm se përpiqen të manipulojnë të vërtetat, vetëm se përpiqen të trillojnë për të mbrojtur padron që u japin paratë që vjedhin nga ju. Klisman Mhielli. Përshëndetje doktor, duket sikur çdo gazetar dhe analist i majt dhe i djath po bën çmos që t'i thuhet këtij populli që ju dhe Rama jeni në një marrëveshje të plot për çdo reformë. Unë si qytetare kërkoj nga ju që të bëni denoncim për të vendosur dinjitetin në vend, ose kësaj shoqërie do t'ju mbushat mendja që jeni në marrëveshje dhe humbja tjetër do t'jetë si ajo e Berlusconit 9-5%. Faleminderit. Çfarë ndodh këtu i dashur? E gjithë ky serial mafioz ka vetëm një qëllim. Mos harro. Se Edi Rama bën zgjedhje dhe opozita humbet zgjedhje. Një mashtrim monstruoz, të cilin, për hir të vërtetës, pa diskutim, për merit të Partisë Demokratike, e faktoi para shqiptarëve dhe botës sa i bën jo zgjedhje po fars. Tani,
pasi u kap në fyt se zgjedhjet i ka të tipit partisë shtet, se administratën e ka shtruar në polici politike për zgjedhjet, se përdor jo miliona, po miliarda euro për të grabit votën, të gjitha dokumentura me dokumenta. Pasi u faktua se qëndron në pushtet duke plaçkitur votën dhe ushqen shushujat me parat që u vjedh qytetarëve, duan të krahasojnë Berishën me Ramën, që absolutisht është një lloj sikur të krahasosh anën e ndritur me anën e zezë të hënës. Në çdo lloj aspekti. Por ata që spekulojnë janë dhe primitiv, se në fakt ndaj Sali Berisha e Edi Rama ka bërë gjithçka që do bënte babai i tij, përveç asaj që se internon dot edhe se që mund bënte ndaj kundërshtarit politik, nga atentatet në mes të rrugës, tek arresti në shtëpi dhe akuzat falso, tek marrja e vulës partisë e tjerë. Ndaj dhe o mik, ata që bëjnë krahasime duan të mbrojnë Edi Ramën, po Edi Rama është një bastard i atyre që i xhelatëve të regjimit, që ka futur në këtë regjim moralin e mëparshëm, ka rikthyer ka fazët e xhamit në një vend antar të NATO-s, turp i dheu, në një vend që ecën drejt Bashkimit Evropian, turp i dheu, tregon veten se është një spirokolek apo kriksaqram i vërtet. Pra, çfarë bëjnë? Pasi është dëmkosur me gjitha këto, hajde ta krahasojmë me Sali Berishën. Dhe kjo është në çdo lloj aspekti. Një njeri i shthurur në çdo drejtim. Një njeri që po i rrudhet truni nga droga, me shenja të sigurta. Nuk e shtojnë dot krahasorët. Nuk e shtojnë dot as sulmet që i bëjnë opozici. Jo. Përkundrazi, opozita sot është me fortë se kur. Është e vetmja opozitë në diktaturë që nërmerr kryerritjet fuqishme paqësore do i vazhdoj ato. Dhe do eci sigurt drejt largimit këtij nga pushteti. Po, në qoftë se thuhet e ke fjalën për reformën territoriale, i nëror zotëri, ju mund të mos u pëlqej, por ju garantoj se janë 10 mira mbështetës dhe demokrat që kërkojnë që Partia Demokratike të marrë pjesë dhe të mbrojë interesat e qytetarëve ku janë zhdukur bashkitë dhe komunat. Dhe nuk mund t'i japim ne luksin e Edi Ramës të na sulmojnë të thonë se ju nuk ishit. Ne ishim dhe do mbrojmë interesat e qytetarëve. Së dyti, dhe në asnjë reformë tjetër, së dyti, reforma zgjedhore. Po, i dashur mik, që në vitin 2021 gjersot, unë ju kam deklaruar me 10 herë, me 100 herë mos më shumë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, por unë do mbroj votën. Do mbroj votën. Ka patur pseudo-demokrat, ka patur banalist, që thanë ku mbrojt vota. Vota nuk mbrohet me Kalashnikov nga një parti demokratike. Jo. Vota u mbrojt kësaj here
ja u thëmë në mënyrë të shkëlqyer. Lexoni raportin e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian, i cili në paragrafin e parë për zgjedhjet thotë se kuadri zgjedhor i Shqipërisë lejon zgjedhje krahas kompetitive, por në këto zgjedhje linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë u shua. Do thotë zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Ne qëndruam me forcën më të madhe, me durimin më të madh, me qindra fakte, dokumenta, ja ku është një libër këtu. Ky libër i ndëruar është dërguar në të katër anët e botës që provojnë se Edi Rama nuk bëri zgjedhje. Pra, por rekomandimet për përmirësimin e kodit zgjedhor janë të domosdoshme që të marrin pjesë, nëse ne nuk marrim pjesë, marrim përsipër vetë fajsin pastaj. Çka nuk mund të ndodhi. Nuk përzihemi ne me asgjë me reformë, thjesht një përpjekje dështuar e Edi Ramës për të mirësuar figurën e tij duke u krahasuar me Sali Berishën, po të krahasosh Edi Ramën me Sali Berishën, është si të krahasosh një njeri me djallin. Albanian Americans. Doktor, pse nuk nxirrni pjesë nga dosja Balluku ose Agasi? Thuhet që në shumë paragrafe del dhe Edi Rama. Fundja detyra e opozitës është të denoncoj, apo jo? Dosjen Agasi nuk e kemi. Agasi. Jo. Dosja Balluku të garantoj se çdo gjë substanciale ka dalë. Për këtë të garantoj 100%. Por pse nuk publikohet dosja? Antarët e Komisionit Mandateve të Partisë Demokratike dhe të partisë tjetër kanë firmosur para prokurorëve një deklaratë në të cilën janë zotuar se do mbajnë sekretin. Dhe pse respektojnë? Sigurisht duhet respektojnë një lojalitet, se ti nuk mund të kërkosh. Ti nga një anë, më çudit se nga një anë kërkojnë të respektojnë drejtësinë, nga ana tjetër kërkojnë të hullim poshtë kërkesat e drejtësisë. Pra, aty ka dëshmitar të penduar. Dhe ne nuk mund të nxjerrim dëshmitar të penduar. Kur? Nxjerrja e një dëshmitari të penduar është një tradhtim ndaj kushtetutës, ndaj ligjit, funksionimit të shtetit ligjor. Unë besoj se dhe ju jeni dakord me mua që kjo dosje për këtë arsye nuk mund të dalë. Ka dëshmitar të penduar. Liman Lama, përshëndetje doktor, a mund na thoni edhe sa metra ka kilometri i fundit se nuk paska të sosur? Të falenderoj miku im. Dhe kërkoj mirëkuptimin tuaj në këtë shpjegim të shkurtër. E nisëm në shtator të 2021-shit në një kohë kur projekti ishte Shqipëria pa opozit. Ose projekti ishte Shqipëria fasad opozit. Besoj se është e qartë. Dhe së bashku u ngritëm. U ngritëm me guxim. U ngritëm me vendosmëri. Por një ideal themelor për të mbrojtur pluralizmin e vërtet. Besoj se e realizuam këtë. Së dyti, ecëm, ne e mbajtën selin, ne e morën vulën,
na përjashtuan nga lista e votimit. Janë këto të vërteta apo jo? Janë të vërteta. Çfarë ndodhi? 500.000 shqiptarë votuan për ne. Edi Rama, pasi e pasës kontrollon me opozitën, gjeti si rrugën e tërë të tij. Vuri në arrest kryetarin e partisë opozitare kryesore, në arrest kryetarin e partisë dytë opozitare, në ndjekje penale kryetarin e partisë tretë opozitare. Në praktik, totalisht staliniste. A është kështu apo jo? Po a në mposhti dot? Jo, nuk arriti kur në mposhti. Në ndërhyrje të stërfuqishme u përça grupi parlamentar. U bashkuam në kundërshtim me të gjitha ndërhyrjet. Rikthyem logon. Morëm pjesë në zgjedhjet, janë të gjitha kilometra këto. Morëm pjesë në zgjedhjet lokale. I dhunoj nen për nen. Mbrojtëm votën. Librin e zi. A nuk ishim ne 3 ose 4 vite më parë, dashur mik, forca më e izoluar në Europë, në mënyrën më të pamerituar. Po pse në mënyrën më të pamerituar? Ne po luftonin mafjen ndërkombëtare, ne po luftonin mafjen shqiptare, ne po luftonin për pluralizmin e vërtet. Po qëndronim të pamposhtur në vlerat që besonin. Por ne ja dolem. Ne ja dolem dhe sot janë 8 rezoluta ndërkombëtare që damkosin Edi Ramën, damkosin farsën elektorale, damkosin përsekutimin politik të Sali Berishës, Ilir Metës, Fatmir Mediut, të liderëve të opozitës. A nuk janë këto kilometra që i bëm bashkërisht dhe që a nuk është ky një udhtim epik, i dashur mik, në përballje me regjimin më të korruptuar në Europë dhe narkoshtetit parë dhe të vetëm dhe mafia ndërkombëtare? Po. Pse kilometri i fundit? Sepse të gjitha këto kilometra ne i bëm me sukses. Nëse cilin prej këtyre kilometrash ne mund të mbeteshim. Unë do të them vetëm një moment do të ndalem. Mbrojtja e votës është nga gjërat më të vështira, ta dini. Ta dinë qytetarët, më të vështira. Pse është më të vështira? Sepse prirja është që qarjet e opozitës të merren me kujdes. Të shqyrtohen, por me kujdes. Qeveria ka lobingje të jashtëzakonshme. Po kur e realizuam në mbrojtjen e votës? E realizuam në zgjedhjet lokale. Me librin e zi e bëm që rezolutat e miratura në Washington, në Maltë, në Phnom Penh dhe në Valencia, të gjitha para zgjedhjeve të përgjithshme, procesi zgjedhor në Shqipëri të damkosej si farsë. A mund të bëjë ti, a mund të realizojë ti objektivin në kushtet e një farse dhe aq më tepër një farse të pa damkosur? Jo. Jo. Opozita nuk fiton farsa. Pra, ne i bëm këto kilometra.
i bëm si opozite pa mposhtur dhe e vërtet. Pse kilometri i fundit? Po, tani s'na thot do të kush se do mbroni apo jo votën, se ne kemi mbrojtur votën. Tani nuk na thot njeri dot se ju s'keni alternativë në kohë kur ne kemi programin më të shkëlqyer. Program që se ka pas ndonjëherë Shqipëria. Tani nuk thot kush se jeni të izoluar në një kohë kur kemi mbështetjen më të madhe. Por e kemi bulevard tani? Jo. Nuk e kemi bulevard. Kemi diktaturë. Dhe diktatura prap me vot nuk ikën. Cili është atër objektivi? Objektivi është largimi e Edi Ramës, krijimi i qeverisë teknike. A janë hedhur bazat për këtë kërkesë? Po. Janë disa rezoluta, edhe e fundit që u miratuan në Zagreb, që insiston për qeveri teknike. Por në mënyrë të veçantë, damposja e zgjedhjeve. Damposja e zgjedhjeve si proces në cilin u shua linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partjake, fakton se me këtë regjim nuk ka zgjedhje dhe duhet pra një qeveri teknike, një qeveri për të bërë zgjedhje. Dhe këtë e kemi në dorën ne. Kjo është në dorën tonë si opozit. Të vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore gjë në realizimin e objektivit. Ky është kilometri i fundit. I lam të gjitha mbrapa. Kaluam një kalvar sa asnjë forcë politike por fituam. Tani ne duhet fitojmë përfundimisht betejën për votën e lirë. Kështu që kërkojmë mirëkuptim, nuk është kilometri i lehtë ky. Jo, e kam thënë dhe e them, por është vendimtar. Dhe ne që bëjmë gjithë ato kilometra tjera, ne këtë do ta bëjmë e do fitojmë. Faleminderit. Shoqëri Myrtollari, doktor përshëndetje. Në Durrës Jahtë Marina po ndërtohet me kosto 450 euro, ndërkohë që Rama e ka caktuar atje çmimin e referencës 2000 euro. I kanë falur portin më të madh në Shqipëri dhe taksat. A duhet SPAK të vërshiritin tek Durrës Jahtë Marina? Unë ju të falenderoj shumë shoqëri dhe me këtë rast garantoj shqiptarët që afera e portit Durrësit është afera korruptive më e madhe e kontinentit. Dhe është absolutisht e lidhur me një emër që quhet Edi Rama, i cili po ndërton aty Dubai Cityn e 1100 vetë. Gjithçka është e lidhur me vjedhjen e tmerrshme që u bën miliarda eurove në atë vend. Të siguroj se ajo është një çështje kombëtare dhe do të konsideroj me shumë seriozitet sugjerimin tuaj. Të falenderoj shumë. Blerim Kaboçi. Doktor, a nuk mendon se do të ishte më mirë që në garë të ishin edhe kandidatë të tjerë, kushdo që aspiron të nënshtrohet garës? A vërtet mendoni që ju mund jeri në garën brenda PD-s? A nuk mendoni se janë një gabim zgjedhjet me një kandidat? Faleminderit për pyetjen. Spari, të garantoj se kjo garë ka qenë është dhe do mbetet e hapur. Një. Së dyti, kur kjo parti nuk do mund të pranoj bashkëpunëtor krimi, bandash dhe të qeverisë. I dashur mik, mos harro se në 2021 në fuqi ishte projekti Shqipëria pa opozit, ose fasad opozit. Dhe në këtë kuadër, çdo demokrat është i mirëpritur nga garë. Por, jo bashkëpunëtorët e qeverisë dhe të krimit. Nuk ka forcë politike në botë që pranon një gjatë tillë. Së dyti,
Ju jeni antar i Partisë Demokratike dhe mund të lexoni. Çdo parti politike në botë për kandidaturat për kryetar bashkie, për kryetar partie dege, për kryetar partie në qendër, për edhe çka zgjidhet me votë, ka kritere. Jashtë kritereve nuk ekziston. Pra ka një, pa kritere nuk mund të zgjidhet njëri. Nuk mund të zgjidhet. Këto kritere nuk janë caktuar në këtë garë. Këto kritere kanë ekzistuar. Çfarë janë këto kritere? Disa vite eksperiencë drejtuese në pozicion vendor dhe qendror. Asnjë njeri që ka plotësuar kriteret, ose asnjëri që ka plotësuar këto kritere nuk është përjashtuar dhe nuk mund të përjashtohet nga gara. Prandaj, unë njerëzisht ju kërkoj të bëj konkret në shqyrtimin e setilit rast. Por, tani vim të gara, jo jeni gabim, këtu je gabim. Ju lutem studioni, lexoni. Në 75% të gjitha rasteve ku votimi është një antar një vot, gara është pa kandidat rival. Në 75% të raste, më falni, kur nuk është dhënë dorëheqja. Në rastet kur drejtuesi jep dorëheqjen, nuk merr pjesë në garë, këtu shanset për 2 apo 3 kandidat janë më të mëdha. Kurse në të gjitha rastet kur drejtuesi vazhdon të jetë në garë, të qëndrojë në garë, nuk ka kandidat të tjerë në këtë referendum. Pse nuk ka kandidat të tjerë? Sepse, jo se ka asnjë pengesë, por sepse nuk dëshirojnë të marrë një hap të pasigurt për veten e tyre. Ndaj dhe, edhe një herë, në të gjitha rastet të studiuara, në të cilat kandidati që vazhdon, drejtuesi që drejton partinë, qëndron në garë, kandidat të dytë në 75% rasteve nuk ka. A është kjo garë plotësisht legjitime? Legitimiteti i kësaj gare përcaktohet nga vota e lirë e antarësisë. Kjo është gara më e plotë, më eprore se çdo garë tjetër. Është referendum për kryetarin e partisë. Tani, në këto kushte, do të kërkoja të refuzoni me përshëmbim propagandën. Shikoni çfarë ndodh. Ka një muaj që mafia mediatike e fjalës lirë përqendrohet te gara në të cilën kryetari i Partisë Demokratike do votohet sipas parimit një antar një vot. Në një kohë kur kryetari i Partisë Krimit është votuar për herë të fundit në vitin 2009 dhe nuk është votuar asnjëherë gjërë sot. Shikoni çfarë sklevrish janë këta. Në vend se të bien borive, sirenave të alarmit për njëri që nuk votohet, po që grabit votën, përpiqen të përbaltë një proces i cili është në llojin e vet më i gjëri, më demokratiku, ku voton e gjithë antarësia. Tani të themi gjë. Këtu unë jam Sali Berisha. Kur nuk kam lejuar, nuk i lejoj vetes të operoj me falsitete. Pra, të krijoj kandidatura, t'i lutem dikuj që kandidoj jo absolutisht. Sa herë kanë ardhur, i kam mirëprit, i kam respektuar.
kur nuk ka ardhur, nuk ka ardhur. Po ndonjëherë jetën time se kam bërë s'da bëj atë. Ndaj dhe kjo garë është gara me moderne, që zhvillojnë 75% të rasteve, sigurisht po të kishte kandidatur tjetër, edhe me mirë do ishte. Por, vota një antar një vot është forma më supreme e zgjedhjes. Linord Gërmonji, po afrojnë zgjedhjet e brendshme në parti dhe në forumet drejtuese. A do të ketë një hapje më të gjerë të Partisë Demokratike ndaj shoqërisë civile, profesionistëve, akademikëve dhe figurave të reja publike? Po, Partia Demokratike do të realizojë një hapje të re dhe në rast se më pyesni ju mua, ky program, ky kuvend që mblidhet do ketë si objektiva madhore ripërtritjen e partisë, programin e saj modernizimin e partisë. Një parti moderne. Këto do të jenë shtyllat kryesore dhe natyrisht kryengritja paqësore si rrugë e realizimit të objektivave. Geraldina Kola, zoti Berisha, ju dje me të drejtë deklaruat se krimi po poshtëron qytetarët me ndihmën e shtetit. Në 2005-ën, ju arrestuat kriminalët më të rrezikshëm në vend, si Lulzim Berisha, Aldo Bare, u konfiskuan pasuritë. Sot krimi është pengesa kryesore për integrimin. A janë partnerët të shqetësuar për këtë dhe a do të kemi në 2052 kundër krimit? Jam plotësisht dakord me ju, zonja Geraldina. Problemi numër 1, absolutisht më i rëndë, është krimi, droga dhe korrupsioni, të lidhura me këtë regjim. Në 18 muaj, pas ardhjes pushtet në vitin 2005, u arrestuan 1050 bos dhe antar të 206 organizatave kriminale. U vendosën para ligjit, mbi 10 prej tyre morën dënime për jetë. Mbi 10 për ty, 3-14. Morën dënime për jetë. Pasi erdhin pushtet me moton qelbësirat gjitha ngjyrave të bashkohemi kundër Sali Berishës, Edi Rama i nxori nga burgu një nga një ata. Përveç njerit të gjithë. Edi Rama vendosi lidhje organike me kartelet e drogës. U dha atyre portet, autostradat, pikat e kufirit. Ka të dhëna të cilat sigurisht që duhen hetuar, por thuhet se karteli Troplini i paguan për portet e Durrësit 300 milion euro në vit Edi Ramës, para droge. Sepse nga Durrësi nisën miliarda euro drogë në qytetet tjera të Europës. Si thoshte Giuseppe Grillo, bosi, kryesor i draghetës në veriun e Italisë, po na shkatrojnë shqiptarë, thoshte, me kokainën, se po ja u marrin të gjitha monopolet dhe në krye të këtij aktiviteti qëndron Edi Rama me suitën e tij. Po, unë dje deklarova në mënyrë absolute zero tolerancë ndaj krimit dhe kudo që t'jenë, nga Cape Town tek Northern Cape, nga çdo skaj në një skaj tjetër, ata do vinë para ligjit në Tiranë. Kudo që të ndodhen. Do shkojnë para ligjit të gjithë politikanët e krimit. Se u garantoj që ata janë
më kriminal se sa kriminalët e bandave apo të podrumeve, të karteleve. Do të priten me forcën e ligjit të gjitha lidhjet e politikës me krimin. Do të çlirohet policia nga gjitha bandat, gjykatat, prokuroria. Do ndërshkohen ata që mbrojnë krimin dhe dosjet e krimit në këto institucione. Një agjenci e veçantë për të gjetur të gjithë pronat e krimit në Shqipëri dhe jashtë vendit do krijohet dhe për t'ia kthyer publikut. Me një fjalë, do kthehet siguria në vend, do kthehet shteti ligjor dhe qytetarët shqiptar do kenë të garantuar jetën, pronën, veprimtarinë e tyre, të dhënat e tyre, jo si sot që i përdorin bandat dhe kartelet. Këto ishin pyetje, doktor? Një mesazh përmbyllës? Ju falenderoj shumë për pyetjet shumë të rëndësishme që ju më bët, për ndjekjet që i bët kësaj bisede, dhe ju garantoj se jemi në rrugën e duhur, se zbashku të pamposhtur Edi Ramën do ta çojmë aty ku e meriton. Ne do vazhdojmë këtë betejë e lodhshme, raskapitse, me sakrifica, siç e përshkrovi ai qytetari që mora plumin në këmbë, mora gazin në fytyrë e tjerë me radhë, të gjitha këto të vërteta. Po gjë në botë që të na ndajnë ne, pa arritur jemi në kilometre e fundit. Këte kilometër ne do ta bëjmë dhe do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shoqërinë shqiptare nga një e keqe që se ka patur përveç se në kulmin e nënverhoshës asnjëherë gjë sot. Faleminderit.